A ke menu ndonjëherë që dhimbja e shpinës vjen ndoshta prej shputave apo këmbëve dopta? E çto ushtrime i bën me i forcu shputat edhe në këtë mënyrë me largu dhimbjen edhe shpinës. Këmbët janë baza e trupit tonë. Një këmbë ka 26 kocka, 33 nyje edhe mbi 100 muskuj, tendina edhe ligamente që punojnë krejt bashkë për me të majtë lëvizjen, ekuilibrin edhe qëndrimin e trupit. E kështot, muskujt e fortë të shputës e ulen qatë garkesën ose presionin që shpesh e nim në shpinë. Hajde fja fillojnë. Maje të gishtave mundësh ose edhe 2 libra me i marë nëse nuk hi bloka, edhe njëherë një këmbë qanë lartë pastaj tjetrën. Mundësh ma në fund me i botë të dyat njëjtë në kohë, me i qunë nalt edhe me i zbrit por drejt tokës. Bëne qëta deri në 10 herë. Mundësh me marë një peshkir letë apo edhe diçka tjetër, me gishtat e këmbës e ngrejen komplet qatë peshkirin. Qëta mundësh me botë deri në 10 herë. Përsëri, e merr një peshqir në këtë mënyrë, këmbën e qet në mes, edhe e hap edhe mbyll këmbën. Me dorë ose edhe me lastik e ngren gishtin e madh, edhe me presion mundohesh mandej me kthy mrena. Nëse don, mundesh edhe me lujt me gishta në këtë mënyrë që gishtin e madh e çon nalt, tjetra ti bjen poshtë, edhe në njëjtën mënyrë e bën të kundërtën. Bëne deri në 5 herë në secilën anë. Qëndrimi me një këmbë, me durt në bel, mundesh me qëndru në këtë mënyrë, po nëse don me bëhet më vështirë, mundesh me kap gishtin e madh edhe me drejtu këmbën. Garante vren që shputa e këmbës po dridhet. Mos haro, këmbët e dopta përcjellin komplet presion në shpinë. E nëse don me vazhdu me përmirësu trupin tëm, bëj një follow edhe subscribe në YouTube Urbane Femit, e pse jo edhe mu për yoga.